Të gjithëve, sot do të njohim një tjetër apartament në zonën e plazhit, bëhet fjalë për një apartament 2+1 me 2 tualete dhe 2 balkone, ndodhur në katin e 7 të një godine me ashensor pranë rrugës kryesore tek zona e Posës apo e zonës së Hekurudhës. Atëherë, si shikoni jemi në dhomën e ndenjës, direkt sapo hyn kemi një korridor të vogël, i cili të çon në dhomën e ndenjës së bashku me ambientin e gatimit. Nga njëra anë kemi njërin prej balkoneve. Më tej kemi një korridor të vogël shpërndarës, i cili të çon tek ambientet e tjera të apartamentit. Kjo është njëra prej dhomave. Të gjitha dhomat e apartamentit kanë dalje në balkon. Tu kemi dhomën e cila është e bashkangjitur me një tualet. Apartamenti është i lyer, me ndriçim të rregullt, i shtruar me parket, dhe balkoni i dytë është goxha i madh, siç duket edhe nga video. Apartamenti disponon një sipërfaqe totale 95 metra katror ose 85.7 metra katror të brendshme në certifikat, dhe ka këtë pamje siç e shikoni edhe nga video. Për gjithë ju që interesoni për një 2+1 në zonën e plazhit, sot mund ta merrni me një çmim 108.000 euro i negociueshëm. Mos hezitoni të na kontaktoni. Faleminderit.